Një debat i ashpër ndodhi së fundmi mes Mateos dhe Rogertit. Ky fundit në përplasje sipër ja përmendi motrën Mateos, një gjë shumë e ulët që u kritikua edhe jashtë. Nuk mund të ngjetë pa komentuar edhe ish banorja Xheneta Fetaoj që ka reaguar në lidhje me këtë ngjarje. Kjo nuk ishte lojë, me përmend motrën e dikujt me atë gjuhë është niveli më i ulët, jo strategji, shkroi ajo. Tutje tha, kur prek dinjitetin e një femre që s'është pjesë e lojës, ke kaluar çdo vi. Çudi që s'pati asnjë reagim nga vipat jashtë i japin zë kësaj çështje. Respekt për Mateon që u përmbajt, tha ajo mes të tjerash. Mbetet për të parë në vazhdim nëse do të ketë ndonjë dënim nga vëllai i madh për Rogertin. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Mateo po lufton dita ditës për të fituar zemrën e Brikenës, por deri më tani, Brikena ka treguar që i duhet akoma dhe më shumë punë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.